Mirë se erdhe në Foqip Show. Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe, Arjanet, si e? Mirë, faleminderit. Si kalon ai lodh? Faleminderit. Tashi, ne ishim dilemë, me të thonë drejtë, s'kemi folë shumë përpara. Qartë. Nuk e di, a je i lindur apo i ardhur në, që a dim që nga gjuha, po flet shumë mirë. Duket i ardhur apo jo? Jo, jam i ardhur, në moshën 30 vjeçare kam ardhur këtu në Zvicër. 30 vjeçare kam ardhur. 30 vjeçar kjo, do në moshë madhore pas ka në Zvicër. Po. Okej. Kështu që tash po i bëj gati 20 vjet këtu. Gati 20 vit, pse më gati 50 vjet të shkruaj. Po. Ma i ri po duk. Po dogesh valla. Po dogesh aty kam qysh po 20 vit. Unë do sa më thon 30 vjeç ke ardh, tash mund të kesh një 9 vite në Zvicër, ky. Faleminderit për komplimentin. E kam parasysh një darkë. Bravo, hajde. Jo, ta bëj edhe për kompliment. Bani edhe ti kompliment të fitoj dy darkë. Bravo, shumë i ri po duk. 2 darkë ai fiton. Bashk. Stafja, po tani darka. Bani ke kompliment ndoçi me Një orën e darkë. kompliment, një darkë. Që 20 vite në Zvicër, Gati. me gjuhë që a din Po të them drejtën, nuk mund të them se jam ndonjë nivel të lartë, po profesioni jonë është i tillë që, si të them, në teatr mësohet teksti, në film mësohet teksti, interpreton atë tekst që e ke, edhe kështu që për drejtimin ton do të thoja nuk është aq problem, se pastaj kemi edhe ndihmësa që kujdesen për pastërtinë e gjuhës gjermane, kështu me radhë. se ti punon edhe si aktor këtu në Zvicër. Po, A ke pas vështirësi tekstet me mësu përmendsh në gjuhë tjetër? shife, është vështirësi, them drejtën, sidomos kur bëhet fjalë për tekste të cilat ta marrim rastin konkret, për shembull teksti i Shakespeare-it ose teksti i Schillerit, ata kanë një stil të posaçëm, kanë një stil të veçantë që duhet me të vërtet t'i përkushtohet ndryshe, se është vështirë edhe për vetë zvicranët dhe gjermanët, se është, si të themi, komplet një gjuhë tjetër. Gjuhë e vjetër. Gjuhë e skenës, themi kështu, ose gjuhë e veprave, gjuhë dramatike. Në gjuhën standarde, do me thënë, jo në dialektin e Zvicërës. Jo, për shembull, Wilhelm Tell, Shakespeare, Wilhelm Tell i Schillerit, më falni, luhet në gjuhën e Schillerit. Gjuha e Schillerit dallon, do me thonë, nga gjuha e sotshme gjermane. Sigur kene që është gjuha e Nolit ose të veprimtarëve tanë më të hershëm, do thonë dallon komplet ndryshe. E para Nuk se është kjo gjuhë që e flasim sot, domethënë. Para se marrë në Zvicër, gjuhën gjermane se ke ditë. Jo, absolutisht jo. Arjanet, 30 vjeçar. Po. A dha baba aty sikur ne të tjerëve ti bën letrat apo çysh erdhën në Zvicër? Fati, shife, unë e kisha njohur gruan që kam tani, e kisha njohur më herët, pastaj ndikuan disa rrethana, situata politike, si themi, koha e pas luftës në Kosovë, pas luftës në Maqedoni, edhe them të drejtën, jo që nuk e shihja perspektivën time në Maqedoni, pasi që mund të them se deri në atë kohë kam qenë i privilegjuar, se isha asistent profesor në Universitetin e Tetovës. Okej. Punoja me kontratë në vepër në teatrin kombëtar të Shkupit. Okej, bravo. Edhe Pra, me pas fjalë që kërkoja diçka të re, themi kështu me fjalë tjera. Me vërtet. Bukur. Veç dasha me ditë 30 vjeçar me lshu një vend, me ik një vend tjetër, a ka qenë e vështirë për ty? Ka qenë shumë e vështirë, Dhe sa vite ka i pas vështirësi për me marrë veten, sepse për mendimin tim të largohesh nga Ballkani, jeta Ballkanit, sepse Ballkani ka jetë. Absolut. Këtu ka punë. Po e thua. Kjo është këtë dilema. Në Ballkan bën jetë, edhe bën do punë sa për me jetu dhe mirë, jo kjo, dikush që kap veten mirë, dikush se kap hiç. Absolut. Kurse këtu, për mendimin tim, njerëzit që vinë nga Ballkani, përveç atyre që i kanë punët atje shumë llom, ata këtu nuk e ndjejnë presionin e stresin e gjonat, se kanë nevojë me punu me marrë veten. Po një njeri që ka një standard atje, dhe vjen këtu, fillimi është pak depresion, me u integru në këtë sistem të Zvicrës, sepse nuk jemi mësune. Para se kemi kulturën e Zvicrës, as të punës, as të takimit, as të mënyrës jetesës, as të mënyrë. A ka qenë vështësi fillimi për ty? Shife, them të drejtën, ka qenë vështirë, se çdo ndërrim ose çdo fillim i ri ka vështirësitë e veta, po në të njëjtën kohë është edhe një sfidë.
Kështu që unë e zgjodha këtë si sfidë. Se si që ceka edhe më parë, unë vinja prej një pozicioni, themi kështu, kogjat të favorshëm, si që ceka isha asistent profesor në Universitetin e Tetovës, i angazhuar në teatrin kombëtar të Shkupit, kishim bërë disa gjirime filmike, disa filmat metrazhi gjatë, metrazhi shkurt, në Maqedoni po flas, po, edhe pastaj arrita me një pikë ku doja diçka tjetër, doja një ndryshim për veten time. Po, ama ndryshimin e gjetë në Zvicër ti, po a ishte vështirë mu integru në hapat e Zvicrës, sepse Zvicra e ka një tjetër sistem, pra? Absolutisht është e vështirë, po nëse ke qëllim në jetë... Nuk është që të ka mundu, pra ty? Absolut jo. Nuk ka mundu? Normal, se si që të kam edhe më herët, gjuha e bënd vetën. Okej, qa punove masi erdhe si asistent profesori e Universitetit Tetovës, qa ishte puna jote e parë në Zvicër? Puna ime e parë në Zvicër ka qenë u punësova me një fabrikë. A e kuptën tash? Kjo është ideja, atë po them, a e ke pas vështirë, sepse ti ke qenë në teatr, ke qenë asistent profesor, ke pas një jetë pak më ndryshe, vjen në futesh në fabrikë. Absolut. Kjo është diferenca, ka qenë e vështirë për ty? Ka qenë e vështirë, po të them puna është. Puna duhet të respektuar, qoftë punëtori fabrikës, qoftë punëtori ndërtimtarisë. Definitiv respekt për çdo punë. Edhe po si të them, për mua personalisht ka qenë se ballafaqohesh me një, si të them, me një nivel të njerëzve që janë pak më ndryshe, mendojnë më ndryshe, janë popull tjerë, janë kultura tjera, po unë të them të drejtën e kam shfrytzuar këtë për favorin tim. Kam njohur kultura ndryshme që nuk i kisha pas idenë, për shembull, se si funksionojnë ata, si mendojnë ata, si veprojnë ata, edhe kështu që të gjithë këtë situatë, ndoshta të pa lakmueshme për mua, e shndrova në favor timin që për të ardhmen e kam pasur shumë ma lehtë të integrona edhe në jetën zvicrane. Qysh ke arrit medalë prej fabrikës, masi që ke ardhur këtu në Zvicër, në teatr zvicrane? Rasti është Mbreti i Botës, thojnë të ne. Isha në kurs të gjuhës gjermane, edhe rastisht në bisedë kështu me profesoreshën e gjuhës, po më tregon ajo se në teatrin e Urit është Telspiel, luhet që 125 vjetë vetëm Wilhelm Telli është një hero nacional zvicran, edhe Kanton Uri do më thonë njihet nga historia e Wilhelm Tellit. Ati ku është edhe themeluar Zvicra. Edhe në bisede sipër po më thotë se unë njoftuam e dinte se çka punoj, çka jam me profesion, edhe po më thotë ta ke ndëgjuar është një shfaqje si vjet luhet, do më thonë se Wilhelm Telli luhet një herë në 4 vite në teatrin e Urit, edhe po më thot vitin e ardhshëm do të luhet atjene. Thash, po, kisha pas dëshirë të takoj dikën edhe të bisedoj nëse ka mundësi të integrohem në këtë projekt, megjithse ishte pak si vonë, se castinget... A ti e në kali aty mrapa... Cili? Jo, a ti ke hypë në kali pa mendoj? Jo, se kuptove pyetjen, nuk thash a ti e kali, po a ti e në kali. Pak me dramatizu. Cili thot, sikur ai Ramiz, se thaj Ramiz kryetari i Dornazit, Ramiz Ladrozi. Ramiz Ladrozi. Del Ramexheni në foto dhan për Shëndeliaçeni. Pak me ta dramatizu. E fort ishte kjo. Kjo është shfaqja ime e dytë, do me thonë, në teatrin e Aldorfit, këtu kam pasur rol kryesor. Çfarë roli ke pas? Këtu kam luajtur antagonistin e Wilhelm Tellit. Fogti, a që pa? Landvogt Gessler, edhe ka qenë një, si të them, një sfidë në vete për mua, se ishte hera e parë të luash në një shfaqje historike zvicrane. Okej. Edhe për mua ishte vërtet një kafshat që jo që nuk muja ta përbi, po i kushtova shumë rëndësi që, si them, se ishte për mua hapi i parë i rëndësishëm për të integruar në kulturën zvicrane, ose në teatr, më mirë thënë, në teatr të Zvicrës.
Qysh ke bashkëpunimi me aktorët zviceran? Edhe a ka ndonjë dallim mes teatrit shqiptar edhe teatrit? Që dallimi është shumë i madh sepse unë në Zvicër praktikoj teatr të stilit ensemble. Në këtë teatr, domethënë, pjesëmarrës kanë qenë diku mbi 100 aktorë që kanë qenë në skenë. Kuptohet, nuk janë gjithë profesionistë. Ju e dini se në Zvicër kultura çmohet shumë edhe ke një, si të themi, ke një disa aktorë që këtu quhen lion, ndoshta ata kanë shumë më shumë role se unë si profesionist, po Si amateur i bjen lion, ha? lion, po kanë përvojë shumë të madhe, kanë për shembull 30, 40, 50 role në teatr. E kanë edhe si hobi, po këtu kanë, shumë thonë, një gradë speciale quhen lion. Nuk janë as amator, as Ti profesionist. vjen nga teatri Maqedonisë Veriore. Ashtu. Ke studiuar diçka për art apo Po, unë kam studiuar, i takoj gjeneratës parë, faktikisht studentëve të aktrimit pranë Universitetit të Tetovës, dhe pas kryerjes së fakultetit kam qenë i angazhuar në po të njëjtin fakultet si asistent profesor. a të ka ndihmu ty pjesa e atij për t'u integruar këtu apo ka pas diferencë madhe mes njëra tjetrës? Ka ndihmu shumë. Baza është bazë. Baza është bazë. Baza është bazë. Tash përvoja e bën vetën, unë nuk kisha përvoja të tilla, të themi të luash me ensemble, se ke neve praktikohen, domethënë shfaqje me aktor me numër më të vogël, edhe për shkak të buxhetit, edhe për shkak të kushteve, edhe për shkak të shumë rrethanave tjera, domethënë që i kemi fatkeqësisht kene. Këtu nuk janë ato rrethana, funksionon ndryshe, çmohen ndryshe sendet, edhe kështu që ka dallim, po baza është bazë, po, absolutisht. Me krahasu e teatrin në Shqipëni, në Kosovë edhe në Maqedoninë Veriore, cili shtete ka, domethënë, aktrimin më të zhvilluar ose teatrin më të zhvilluar, a mundesh me krahasu pak? Sinqerisht nuk do të mundja t'i ndaja Kosovën, Shqipërinë edhe Maqedoninë, se neve kemi njëjtin brum. Unë i takoj gjeneratës parë, thash, kemi pas profesor nga Shqipëria, kemi pas profesor nga Kosova, e dim, unë kam studiuar periudhën 1996-1999. Çështja e Kosovës ishte në atë periudhë shumë e ndërlikuar, kështu që shumë profesor të Universitetit të Prishtinës vinin në Universitetin e Tetovës, shumë profesor nga Universiteti i Tiranës vinin në Universitetin e Tetovës, kështu që unë mendoj se neve kemi të njëjtin brum. Edhe fatmirësia, domethënë, fatin, këtë fatkeqësi që na ka ndodhur neve, po flas edhe në sferën tonë, është se neve kemi pas vërtet profesor dhe aktor të mrekullueshëm. Edhe jo rastësisht sot shqiptarët kanë aktor të jashtëzakonshëm. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Edhe këto neve jemi faktikisht produkti aty në gjeneratave që kanë punuar me tamam. Tash duke njohur mentalitetin shqiptar që mbizotëron xhelozia e këto gjërat tek ne, a ta ka leju shatsi këtë lloj përshafimi, Arjanet këtë gjë kështu apo i ke thonë është pjesë e filmit? Them të drejtën, Se ka herë mundet me nis si pjesë filmi, përfundon si pjesë Arjaniti. Apo nuk e kam atë defekt profesional të themi kështu. Mundohen apo? Se a kupton? E nis si pjesë e filmit e të pëlqen e jetë çashtu tani. S'din as mundo mo. Jo, altin them të drejtën, pa mbështetjen e shoqes time Anita. S'do kishe mujt marrë, absolutisht. Ta arri këtë sukses edhe e falenderoj jashtëzakonisht shumë se po do të më luajtë në pjesë tjera, do të më falendëru patjetër ne. Patjetër, jo po. Do të vazhdo prapë luajë. Politik. Pa e falendëruar se më shkute pjesa tjetër. Jam kurioztar me ditë diçka, Arjanit. Ti jam i sinqert, sipas mendimit tim në vendet tona apo në Ballkan, duke po flas për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, njerëzit më të më të papaguar apo më të varfër janë artistët në përgjithësi. Sakt. A është të vërtet? Sakt. A paguhet arti në Zvicër?
konkretisht aktorët e teatrit? A paguhen për këtë shfaqje? Paguhen edhe ata paguhen shumë mirë. Paguhen shumë mirë. Këtu funksionon pak më ndryshe, thash ka rregull, ka hierarki, ka shtet me fjalë tjera. Kene është për të ardhur keq, sepse artistët në përgjithësi, po flas për teatrin, artistët e filmit dhe të teatrit, nuk janë të vlerësuar ashtu siç duhet, si nga shteti, si nga si të them ministritë përkatëse, si nga institucionet që duhet të merren me këtë. Po mund të them edhe diçka me fatkeqësi këtë po e them me fatkeqësi. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, keq përdorimi i mjeteve buxhetore sa i përket kulturës. Pra ka buxhet, po bëhet keq përdorim, thoti. Altin nuk e ke idenë sa pare derdhen në kulturë kene. Tek ne. Domethënë, edhe ta qartësojmë. Arjanit se është shumë e domosdoshme me thonë se arti me vra artin ke vra veten, ke vra shtetin, ke vra kulturën. Pra, ka buxhet, por keq përdoren. Unë mendoj. Ti mendon ashtu? Unë mendoj, po them me fatkeqësi se çështja e festivaleve, çështja e projekteve filmike, çështja e projekteve teatrale është bërë biznes në kohën e fundit, po flas me aq sa di dhe me aq sa kam kontakt unë me pjesën tjetër të Shqipërisë etnike, themi kështu. Pse po e them këtë? Unë kam qenë gjithmonë me kolegët në për biseda kështu bilaterale dhe mbas premierave edhe me funksionarë të institucioneve. Kur e di për shembull se buxheti për kulturë, kushtimisht po them, për vitin 2025 në Maqedoni është 2 milion, 3 milion. Po flas për Zvicrën, nuk është shumë, se për shembull këtu një shfaqje ka këtë buxhet, po flas për tregun tonë. Nëse Kosova i ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, tash nuk e di unë sakt sa, po sigurisht në 2 milion nuk është. Nëse Shqipëria Altin e ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, nëse nuk e di unë sa, do me thonë ti i ke në start diku 6-7 milion, 8 milion. E ke parasysh se nëse bëhen çdo vit grumbullohen këto para për një projekt ku do të merrshin pjesë gjithë aktorët, po flas gjithë aktorët, Shqipëria, Kosova, Maqedonia me i marr krejt aktorët, ndoshta dalin 100 apo 200 veta. Për një projekt filmik, a mjaftojnë, nuk mjaftojnë. E ke parasysh sa do t'u shtinte përpara filmi ose teatri shqiptar. Absolutisht. E keqja që mendoj unë, fatkeqësisht, është se në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri sponsorohen shumë projekte të vogla që mbahen premiera të mbyllura, e ke parasysh, edhe bëhet derdhja e buxhetit edhe nuk shifen domethënë suksesi ose veprat ose vlerat që duhen të shihen. Kjo është edhe një mënyrë ndoshta e keq përdorimit, ëh? Pikrisht për veprat vogla që shihen. Pikrisht për këtë po e them se neve kemi pasur shumë skandale edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri sa i përket, domethënë, keq përdorimit të buxheteve. Po unë nuk jam person adekuat për ta, unë po flas, si themi, te ne nga zemra e plas, se e di se kemi aktorë të mrekullueshëm, aktorë të jashtëzakonshëm, kapacitet regjisorial sa duash, ke mbështetje në institucione, nuk mund thesh se nuk e ke. Po vetëm të filtroheshin këta mjete në projekte të mirë fillta. Absolutisht. Okej, bukur. Në Zvicër, në qoftë se njëri i suksesshëm apo i talentuar, zviceranet ta japin dorën apo të shkelin? Po. Ta japin dorën. Ta japin dorën. Tek ne, nëse je i suksesshëm dhe i talentuar, ta japin dorën apo të shkelin? Shife, unë se këtu më duket është ndryshim 360 gradë nga njëra tek tjetra. Në stadion. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Unë kam kuptuar që zvicerani kur je punëtor apo kur ke një talent, vjen thot bravo qoftë, ta jep dorën dhe të suporton me hec. Absolutisht. Kurse tek ne kur e shefshi tu punu apo ke një talent, mundohet me shkel me tul që mos me të lënë mu rrit vetë ai personi. Jo vetëm ajo, po te ne është edhe shumë lufta për ekzistencë, Altin.
si që ceka dhe më herët, se kene arti ka arritur në atë pikë që nuk duron më. E ke parasysh sot një angazhim i një aktorit të mirëfill që ka 20-30 vjet karrierë, sot angazhohet për shembull për një shumë simbolike. Absolutisht. Këtu nuk guxon ajo të ndodhë. Nuk guxon ajo të ndodhë dhe prandaj në disa momente unë i kuptoja kolegët tanë atje. Është edhe lufta për ekzistencë. Se ke edhe shumë aktorë që nuk e bëjnë punën e aktorit ke neve. Ke shumë që kanë kryer akademinë dhe nuk janë të punësuar, punojnë me projekte. Në Shqiptari ki thënë, janë diku afër 100-200 aktor, mi mledh këtë. Kushtimisht Parafërsisht. parafërsisht. Si është konkurenca këtu në Zvicër? A ka aktor të mirë edhe a janë shumë? Aktor ka edhe janë sinqerisht shumë të mirë, janë shumë profesional, edhe e vlerësojnë edhe e çmojnë punën. Unë me aq sa kam arritur të bashkëpunoj me aktorë zvicran, më kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht të mëdha, jashtëzakonisht mira, janë shumë profesionist, e vlerësojnë edhe e çmojnë atë punën që i detyrohen. Janë profesionistë. Janë shumë profesionistë. Kur ke ardhur në Zvicër si 30 vjeçar, a kishe besuar që kemi marrë pjesë në këtë këto teatrat këto janë për ata që se dinë teatrat më të mëdha që e ka ky shtet. A kishe besuar që kemi arrit? Shife, unë jam optimist si natyrë. Qëllimet kanë qenë këta. Jo vetëm qëllimi im personal, po neve e dim se fatkeqësisht në një periudhë jo tani më. Për fatin tonë jo tani më jemi njohur për shumë vepra të tjera. Shqiptarët në diasporë individualisht kanë arritur shumë. Sot kanë në gjitha sferat shqiptarë suksesshëm. Unë ja kisha qitë vetës si qëllim këtë, që mundohem ta hap edhe një dritare, sikur ju që e keni hapur një shpirt artisti gjithmonë pretendon kudo që të shkojë me vazhdu misionin e tij. Është shumë e vërtetë. Edhe unë Arjanit, kur kam ardhur në Zvicër, gjithmonë e kam menduar dhe e kam ditur që do bëj diçka. Po se kam ditur çfarë do bëj. Dhe erdhi kjo që erdhi. Më falë që të ndërprej, po të isha me lidhme. Ishte kënaqësi, ta ndëgjoj edhe rrëfimin tënd. Po them, ishte vështirë, po edhe në të njëjtën kohë edhe kënaqësi, ishin emocione të përziera. Bravo të qoftë për suksesin, vazhdo mos u ndal, mu më vjen shumë mirë personalisht që je pjesë e teatrave më të mëdhaj në Zvicër dhe luan një shqiptar role kryesore, shumë suksese për ty, vazhdo na bëj krenar, sepse ndihem edhe unë krenar dhe secili shqiptar me rolin tënd dhe përfaqësimin tënd që e bën në teatrat dhe në filmat e Zvicrës, me shumë aktorë dhe regjisorë të mëdhej zvicran apo të uesh janë. Bravo qoftë. Kjo është kamera e jote, prej sonte, mundesh me dhoni mesazh sipas dëshirës tënde. Jo, mesazh, unë nuk kam mesazh special, po doja të thoja të gjithë të rijve se gjithçka është e mundur. Duhet vetëm për kushtim dhe punë, nuk ka sende të pamundura. E mira e jonë që jetojmë në Zvicër është se Zvicra të jep mundësitë. Absolutisht. Edhe vetëm punë dhe suksesi vjen vetvetiu. Suksesi nuk kërkohet, suksesi vjen nga punë. Kjo kish me qenën një mesazh për rinin shqiptare, të cilët i kanë, falë Zotit, gjitha mundësitë, mbështetjen familjare, sepse edhe këtë mos ta harrojmë. Mbështetjen që shqiptarët u bëjnë fëmijëve, nuk u bëjnë nacionalitetet tjera. Shqiptarët e kanë këtë dhe duhet ta shfrytëzojnë me çdo kusht. Nuk do të doja që shqiptarët individualisht të arrijnë suksese, po të doja në të ardhmen që si kolektiv të arrijnë. Që është një problem madhor tek ne. Kolektivisht nuk jemi shumë suksesshëm realisht. Po pikërisht kjo më dhem më tepër, po mundësitë i kena. Është mungesë bashkëpunimi, ndoshta është egoja nuk na lën krenaria ose krenaria e tepëruar. Egoja nuk na lën, jo krenaria ose krenarinë e kemi të përbashkët, por egoja është individuale dhe kjo nuk na lën me ecë përpara se secili kemi dëshirë me qenë i pari. Pikërisht. Edhe
më mirë ndahemi e vazhdojmë secilin rrugë tona. Edhe dalim të parë secili, se sa kolektivisht me dal një i parë. Pra kemi bëjë zgjidhjene. Si individe jemi gjithë partë, mu bashku bashkë, del një i parë, tjeti mrapa. Kështu që, pavarësisht të kësaj, edhe në kolektiv me pas sukses, do ishte jashtëzakonisht e bukur dhe e mirë, se i kemi gjitha mundësitë dhe potencialet. Pse nuk di me shfrytzu është tjetër muhabet. Shumë faleminderit Arjanit. Faleminderit edhe për juve, uroj edhe juve. Do të thonë, siç e keni edhe këtu shtëpisë së diasporës, është vetëm një dritare për diasporë, ju falenderoj shumë. Ju uroj shumë suksese, e jeni duke bërë një punë të shkëlqyer. Gjithat mirat për ju, s'di çfarë them. Faleminderit shumë. Zoti Drujt, shumë faleminderit, shumë sukses edhe për ty. Faleminderit. E mbyllim së bashku, jemi në minutat e fundit, Marash, faleminderit bro. Faleminderit bro. Shikuesve dashur, pu se keni gjithë qef, ju puthit gjithëve, po me të madhe, për qafimet mira, Zoti Rujt, faleminderit që ishit me neve. Arjanitin e falenderojmë, stafin tim e falenderojmë, deri javën tjetër, mos u largoni, më po që keni. Natën e mirë.